Këtë lojra do të bëj të kërkosh me shiri. Unë do të vuash as shumë sa. Unë do të thuash as sikur të kisha vdekur më herët. Për çdo buzëqeshje që më vodhen nga fëmiria, do të bëj të ulë rasësh fort. Se erdhe në ferë, vëlla. Gjithë shka që të përket ty do të bëhet e imja. Edhe baba im. Edhe pasuria që na vodhe. Edhe Aslo do të bëhet e imja. Mimtas. Zhylidia nuk duhet të pres më shumë në këtë gjendje këto. Ura s'ka pete shkreta shumë. Duhet të shkoj në shtëpi. E di, Tarik, e di. Tani edhe pak do të ikim ne. Duhet të marrë disa gjëra nga shtëpia. Unë do ta çoj edhe do të kthehem. Nuk do ta lë vetëm Azanin. Zhylide? Zemra ime. Hajde shpirt. Faleminderit, Tarak. Çfarë kërkon ti këtu? Çfarë do, përsi je këtu? A mund të qetësoheni pak? Nuk mundem. Që tani e tutje dhe ti dhe vajza jote do rrini larg djalit tim. Zhylide, të lutem. Hajde shpirt, hajde zemra ime. Tarik, nëse ndodh diçka më njofto. Hajde zemra. Kur të kthehem nuk dua të shoh ty këtu. A më dëgjove mua? Është shumë e tronditur. Falja të lutem. Ashtu, unë kam ardhur të jap gjak për testin e përputhshmërisë së indeve për Azanin. A e di ku merret gjaku? Eja, nga kjo anë. Do zoti njërit prej nesh i përputhet dhe djali shpëton. Doja të jepja mos gjaku për pacientin që pre transplant veshke. Por ju lutem, ma merrni gjaku në një vend tjetër, a mundet? Të mos e kuptoj askush, të lutem. Në rregull, do t'i them infermieres me lek. Në rregull. Do me thënë, kam edhe ndjenja. Nuk janë thjesht ndjenja kalimtare, janë serioze. Shumë serioze. Elil, unë ty të dua. Kam plane shumë serioze për të ardhme me ty. Jam shumë serios në vendimin tim. Që tani e tutje nuk dua të më thuash më vëlla. Vëlla, shiko jam edhe ashtu shumë e mërzitur. Të lutem mos fal marzira e mos më rëndo më shumë. Të lutem. Shiko e Lil. Tani që mashtrimet e ati Jazit dolen në shesh. Dhe vëlla Jashar e kuptoi lojën. Thuaj po dhe ta mbyllim këtë punë. Çfarë loje pra? Çfarë ke ti me Jazin, vëlla Koraj?
Edhe unë që ri këtu e të dëgjoj me seriozitet ty. Nëse mbaruva unë po ik. Do me thënë, do pak ko nga unë, këtë po thua, apo jo? Jo, vëlla. Nuk dua fare kohë, sepse kjo gjë nuk do të ndodhë. Në rregull? Shiko, ti je një njeri që të kam quajtur vëlla e të kam respektuar. Mos më ngreni rrat me këto marrëzira, të lutem. Tani me lejen tënde. Nuk e di çfarë ke krijuar në kokën tënde, por unë kurrë nuk kam pasur një mendim të tillë për ty. As në të kaluarën, e as nuk do të kem në të ardhmen. E dua Hozanin shmendurisht, por familja e tij nuk më do mua, dhe në fakt kanë të drejtë. Nuk mund t'i afrohem, madje as dorën nuk mund t'ja mbaj. Hozani po fle, por e di, ai e ndjen se zemra ime rrej për të. Për këtë arsye po qëndroni fort. Të lutem më ndihmo. Nëse keni qoftë edhe pak besim te jeta, te dashuria dhe te njerëzimi, ju lutem më ndihmoni mua. Ma merrni gjakun këtu, pa më parë askush mua. Për ndryshe nuk do të më japin leje. Mjafton që Ozani të bëhet mirë. Të gjitha problemet e tjera zgjidhen. Zonja Zhylide do ta marrë veten, edhe Aslo do të mbledh veten. Mjafton që djali të shpëtoj shëndoshe mirë. Ke të drejtë, Hedie. Kjo është më e rëndësishme. Faleminderit për gjithçka. Nuk ka përse të më falenderoni. Thjesht po kalojmë kohë të vështira. Unë po shkoj në shtëpim. Zonja Hedie. Zonja Sibel? Çfarë pune ke ti këtu? Unë erdha për Ozanin. Dhurova gjak për testin e përputhshmërisë. A edhe gjakun tani ik? Pse po bisedon me burrin tim ti? Çfarë halli ke ti me Tarikun? Më keni keq kuptuar. Ai më pyeti si ishte Aslı, pastaj më tregoi ku merrej gjaku. Vetëm kaq, asgjë tjetër. Mua mos më nxjerr justifikime. Sa familjeve u keni bërë bela, mjaft ma. Zonja Sibel, çfarë po Mos bëj të thoni? pafajshmen me mua. Nuk jemi budallën përballë. Nuk do ta takosh më burrin tim, a e kuptove? Edhe ti edhe vajza jote do të zhdukeni nga jeta jon. Mjaft më, nuk na lat bela pa na sjell mbi kokë. Na lini të qetë një herë. Dhe me thëmë prandaj kontrolon të vazhdimisht dobësitë e Jazit. Shkoj ti njeriu që e quaja vëlla. Çka po fol me veten kështu? Asgjë. Ashtu po mendoja kot. A fole me baban tënd? Jo. Po e telefonoj, por ende nuk përgjigjet. Ore, shok. Këta vazhdojnë akoma të flasin. Pas gjithë atyre që ndodhën prap bashkë janë, do të shmendem. Unë kam shumë frikë mos i ndodh diçka. Baba im normalisht nuk bën gjëra të tilla. E lyli im, nuk është e drejtë ta fajsosh vetveten pa qenë e sigurt. Shiko, ta kam thënë edhe më parë. Baba yt ndoshta ka halle të tjera. Në fund të fundit është njeri. Tani, ndoshta ka dashur të rri vetëm. Nuk e di, ndoshta i duhet pak kohë. Ti sa njeri me zemër të pastër që je. Edhe në këtë gjendje mendon për mua dhe nuk mendon për vete.
Të bëj një kafe? Kam edhe kek me ara, nëse do ta sjell. Jo. Unë duhet të shkoj në shtëpi. Kam disa shënime që duhet i hetë të pastër. Mirë. Miru pafshim. Miru pafshim. Edhe sikur e gjithë bota të bashkohet për ta shpëtuar Rozanin. Nuk do ta lejoj. Kohë e keni. O Zot, bëje që të përputhet. O Zot, më ndihmo ta shpëtoj Rozanin. Në rregull, e kaluar qoftë. Kur do të dalin rezultatet? Nëse përputhet, mund të më fusnin në operacion që tani, të mos humbasim kohë as pak. Rezultatet do të marrin pak kohë. Nëse ka përputhje, fillimisht bëhet një biopsi e vogël, pastaj transplanti do të bëhet. Në rregull. Sa zgjat procedura? Besoj se do të dihet nesër. Mirë. Faleminderit. Nëse del më herët, do të më njoftoni apo jo? Sigurisht. Kjo nga doli. Do të shëroj shpirim. Do të dalim prej këtu dorë për dore. Të gjitha këto do të mbeten në të kaluarën. Profesori Mimtaz, Po, profesori Tarik dhe zonja Sibel janë në kafene. Ju keni kohë të gjatë këtu. Nëse doni të hani diçka. mirë që ma kujtova. A, do të vish edhe ti? Jo, shkoni ju, unë do të vi pak më vonë. Mallkuar qoftë. Edhe ajo pas ka dhënë gjak. Mallkuar qoftë. Xhaxha Jashar, bleva domate dhe speca. Në shtëpi kishte edhe vezë, do të bëjnë një menemen të mirë dhe nga një çaj. Çfarë lezeti. Bir, po pse lodhesh kështu? Ha, jo, çfarë thoni? Djalë, ti ke vetëm ca para në xhep. Pse po më ushqen mua? Thuaj sa kushton dhe të japun. Hajde. Jo, s'bëhet fjalë, jam vetëm 2 domate dhe një spec. Mos u mërzit për këtë. Me qëra fjala. Këtë e mora me recet nga mjeku i shkollës. Të bën mirë për plagët. Unë po shkoj në tualet një herë, pastaj vi dhe përgatisim bashkë. Jo, ti sot do pushosh. Ushqimin e bëj unë.
Baba. Baba, apo? Sigurisht baba. Telefonin nuk e hap, pastaj baba. Unë nuk kam uri, Sibel. Ju vazhdoni qefin tuaj, unë do shkoj sa më shpejt te Ozani. Zhuli dhe dashun e të gjithë jemi këtu, hajde pim një kafe dhe pastaj dalim bashkë. Juve ju bëft mirë, Sibel. Mua nuk më hahet asgjë. Do të ngjitem te dhoma e djalit tim. Erdha, Ozan. Pranteje jam. Jam aty ku dua të jem. Pranteje. Është shumë e vështirë të jem larg teje. Shumë e tmerrshme. Kur jam larg teje, gjithçka është e trishtuar. Zoshtë janë të trishtuar. Dielli është i trishtuar. Madje dhe rret janë të trishtuara. Prandaj, duhet të shërohesh sa më shpejt. Unë më duket që kam hyrë gabim, më falni. Mallkuar qoftë. Asla nuk do të lejoj ta shpëtosh Ozanin. Çfarë do që të thonë të tjerët? Ne do t'i kapërcejmë bashkë të gjitha vështirësitë, të gjitha problemet do t'i kalojmë dorë për dorë. Dhe jemi shumë të lumtur do ta shohësh. Do martohemi, do krijojmë shtëpinë tonë të lumtur. Edhe ti do jesh i lumtur. Çdo mëngjes do të zgjohem duke parë sytë tonë. Të lutem shërohu sa më shpejt. Mjafton që sytë do të takojnë sytë e mi. Kjo më mjafton mua. Duroj dashuria ime. Gjithçka do të rregullohet. Do ta shohësh. Unë të premtoj ty. Do të shërohesh, Ozan. Ti do kthehesh përsëri tek unë. Dhe do të jemi shumë të lumtur bashkë. Aq sa unë e njoh Ozanin, ai do ta fitoj këtë luftë. Djali im do të kthehet përsëri. Por ti nuk do ta përjetosh atë moment. Ozani është në këtë gjendje për fajin tënd.
Për fajin tënd po lufton me vdekjen. Çfarëdo që na ka ndodhur për shkakun tënd. Por ta jap fjalën ty. Nuk do ta lejoj më kur Rozanin të t'afrohet ty. Këtë herë nuk arrita ta mbroj djalin tim. Por nuk do ta lejoj më të ndodh diçka e tillë asnjëherë. Që tani e tutje. Për sa kohë unë do jem gjallë, nuk do të ketë më Aslı dhe Ozan. Mos humb në ëndra të kota. Edhe sikur të bashkohen të dy botët, nuk do ta jap djalin tim ty. Tani zhduku që këtu